Se më thua mua ti bëjnë letër unë kryeministrit. Unë kryeministrin, më fal. Ka burokraci unë kryeministrin, o vllai dashur, kryeministrin kam deputetin e zonës. Po, deputetin, rrinte deputetin. I kam dhënë votën. Po. Atë deputetin unë e kam njëri tim, nuk vjen në punë. Hajde në shtëpi të presim. Se ka ngritur zërin? Ore nuk e kemi, jo ai po ti ke parë të gjitha atje nuk ngre. Ata thonë, më ke vjedhur ti, më ke vjedhur unë, nuk kanë interes për popullin, se çfarë halli ka populli. Pra ju nuk keni parë një deputet të ngrihet për fshatin tuaj apo jo ky që është sot, po të tërat atje, Gjina Fatosnanu edhe çfarë themën që kanë ardhur, ore të ngren një problem, të ngren një. Se ka Fatosnanu këtu, a? Po kemi pas deputet aty. Ka qenë deputeti këtu? Fatosnanu kur ka ardhur këtu, ka ardhur me një fjalë. O xhaxhi, ka ardhur me fjalë ka qenë ulli këtu. Po. Unë isha në punë, më thanë, po vjen kryeministri. Po vjen, do bëhet kryeministri. Erdha këtu ishte një fjalë jeshil. Pritë më hapë derën. Thashë pse sa hap derën? Po ka thënë që do t'i sjellnin demokratët. Blla pa derën unë, ka qenë furr këtu. U shtuallën ata komunistat, ata që dashamisit. Edhe tha, mua më thon tha ti në Tiranë, tha që ai çuli jot tek vetë shkollta na ka pirë gjakun. Tha ç'a gjakun? Fjalë vërtet. Unë për kratë, nuk ashtu. Po çfarë bëri për mua? Ose ramet pas bashkin finva. Asnjë. Edhe ai këtu. Ka qenë këtu, jo një dekat, po 2. Varte do va xhaketë do shtë diku. Edhe Marko Bella. Kështu që tjetër ç'a desha të thosh jam. Unë kam punuar 23 vjet në lidhës me brigadën e lidhjes Ministrisë Tiranës. Aty biotiku lart. Po. Kam qenë punëtori aty ndërmarrje. Kur flinte generali, miku im, unë i siguroja në lidhje. Tani, marri pension qesharak 200.000 lekë. 200.000? 200.000. Edhe i them atyre deputetet, jo këtit njeriu tim, po të gjithëve. Ore, ma bëj mua sa që mertin në muajt. Mua ma bëj në vit, do jem tepër i kënaqur. Ka shfrytëzim barbar, çam lindë drejta, them. Juve deputetet e vizni shtetin me ligj, kurse mua më masakroni, edhe gjithë pensionistët e tjerë. Është e vërtet kjo që flasun? Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Ty për shembull deri në çfarë ditë të çon pensioni? Po, neve i kemi zbritur shkallën, nuk e dihet se sa do na lënë të ecim në vit drejt. Po jeni në gjendje për punës që vazhdoni e punoni në këtë moshë. Po vitet që parë keni mbi shtëpinë. Vetëm rrugën. Okej. Ore xhaxhi. Ai që është mësuar pa punë nuk rri pa punë. Nuk rri dot pa punë. Ashtu është. Prandaj unë të falenderoj edhe një herë.